Përmendet se Shkupi ka luajtur një rol të rëndësishëm. Duat ju pyes se në aspekt historik, a do të kishte qenë e mundur që pavarësia të shpallej në Shkup? Gjithsesi që kanë ekzistuar edhe opsione të tilla që pavarësia të shpallet në Shkup, megjithatë në këtë kontekst kushtet faktike kanë diktuar që një gjë e tillë të ndodhë diku tjetër, për shkak se duhet të themi edhe atë që Ballkani ka qenë shumë i trazuar gjatë vitit 1912, pikërisht në këtë periudhë Perandoria Osmane ishte në pikën e saj më kritike të mbijetesës së saj në Ballkan, ndërkaq që te popujt e Ballkanit ishin shtuar ambicet e popujt tjerë të Ballkanit, të cilët tashmë kishin shtetet e tyre që i kishin krijuar shumë më herët, ata u sulën drejt zgjerimit të kufive të tyre. Në këtë kontekst shpërtheu edhe lufta e parë edhe lufta e dytë ballkanike, që pamundsoi, të them ashtu, kushtet për të shpallë pavarësia në një vend të caktuar, një qytet tjetër e kështu me radhë. Dhe kjo çështje u bë e mundur vetëm në Vlorë në 28 nëntor 1912, por përsëris që mundësi dhe opsione ka pasur për të u shpallur edhe në qytete të tjera, edhe Shkupi ka qenë njëri prej qyteteve që veprimtarët e asaj kohë kanë menduar të marrin aktivitetet e tilla, mirë po historia, datat e kanë treguar që kjo ka ndodhur në një vend tjetër, po kjo nuk e nënvlerëson ose nuk e ul rëndësinë e qytetit të Shkupit në këtë lëvizje.